Pas protestave masive të organizuara në Prishtinë, Tiranë dhe Strasburg, një protestë e madhe do të mbahet edhe në Shkup në mbështetje të udhëheqësve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Ali Ahmeti për televizionin Uskana tha se në Shkup, në sheshin Skënderbeu, protesta do të mbahet më datë 13 dhjetor në ora 13. Po, në 13 dhjetor në orën 1 organizohet demonstrat në përkrahje të luftarëve të lirisë që padrejtësisht mbahen në burgjet e Hagës në orën 13 në sheshin Skënderbeu në Shkup organizohet demonstrat. Protesta në Shkup do të jetë vazhdimsi e reagimeve qytetare që kanë shprekur solidaritet dhe përkrahje për drejtuesit e UÇK-s, të cilët aktualisht po gjykohen në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë.